Sot do të baj një monolog për drejtsin. Drejtësia është një nga çështjet më të rëndësishme në Shqipëri. Për të shumë flitet, po pak bëhet. Disa gjyqtarë dhe prokurorë kanë dalë nga sistemi i drejtësisë, por dhe aty janë bërë pa drejtësi shumë të mëdha. Dhe nuk mund të ndodhë asgjë e drejtë nëse bazohet e një gjë e pa drejtë. Asnjë njeri nuk e shtron pyetjen sa i dobishëm është tani sistemi i drejtësisë, sa rezultativ, sa i frytshëm është, sa efikas le ta quajmë kështu. Prandaj, unë ju bëj thirrje të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve që janë në sistemin e drejtësisë. Ju sot keni një detyrë të shenjtë, jo thjesht në zbatim të rrogës tuaj fantastike që merrni, por ju keni detyrën e shenjtë që të mbroni ardhmërinë e shqiptarëve. Ju keni detyrën e shenjtë që të ktheni besimin e qytetarit e ligji, të ktheni besimin e qytetarit e shtetit, të ktheni besimin e rinisë tek e ardhmja, të ktheni buzëqeshjen e fëmijëve. Të gjitha këto janë në duart tuaja. Unë ju bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptar që kur vjen puna për drejtësinë, të mos e ulin kokën, të kërkojnë drejtësi në të gjitha dimensionet shoqërore, të mos bëhen vetë të padrejtë, dhe të mos harrojnë kurrë se nëse doni që gjërat të lëvizin, duhet të lëvizni. Natën e mirë.